e bën një njeri që të marrë një libër të shenjtë, ta heqi faqe më faqe dhe ta varë në një pemë. Domethënë, ku është mendësia e njeriu, çfarë e shtyn atë? Shikomni, është ajo që përmendi edhe Rej. Në momentin që janë të investuar, pra ai nuk është vetvetja aty në atë rast. Sigurisht i pavetdijshëm nuk është, por nuk është 100% vetvetja dhe ai është rrjedh apo pasojë e një rrjedhe të investuar, sikur se tha, nga qarqet në këtë rast konkret serbe, pikërisht në Kosovë. Ndërsa që me drejt ka thënë Miftiu Tërnava, shikojmë, ne i gjykojmë apo përpiqemi të analizojmë situatat apo provokimet apo cilët do qofshin ngjarjet vetëm suazën e kohës sonë, por faktikisht është e frikshme ajo. E lahtashme do ta quaj se vërtet kosovarët e kanë paguar aq shtrejt edhe një pjesë të mëkëmbës besimit apo edhe të investimit të qarqeve serbe, pra edhe në linjën fetare, pra duke qenë këta janë musliman apo turq, nëse dikur i kanë quajtur në këtë mënyrë, dhe raca slave, pra edhe pjesën raciste e kanë përfshirë, apo dhe ortodoksia e tyre është ajo që duhet të jetë në këto troje, për të shtuar atë që edhe Kosova është me tohi apo Kosova është e jona etj. Me radhë, pra është vërtet e frikshme.